Opera Kavalleria Rusticana është një vepër e ndërtuar në një hark kohor prej 1 ore. Dhe përgjithsisht bëhet me një vepër tjetër, pra zakonisht në teatrot në botë atashojnë me ndërthurin me një vepër tjetër. Në shumicën e rasteve ndërthuret me operën Pagliacci, por ne këtë herë vendosëm të bënim një thyerje të këtij rregulli dhe të kësaj monotonie duke ndërthurur me operën Gianni Schicchi të Puccinit. Janë dy vepra shumë të ndryshme nga njëra tjetra, edhe të krijuara në kohë të ndryshme muzikore dhe nga kompozitorë të ndryshëm, ku flitet për dy tema totalisht të shkëputura nga njëra tjetra, pra operat nuk do të kenë një ndërthurje as konceptuale, as logjike midis njëra tjetrës. Janë dy vepra të ndara, publiku do ketë mundësinë të shijojë Kavallerinë Rustikane, veprën e parë, do të ketë një pushim prej 15 minutash dhe do të futemi në veprën e dytë Gianni Schicchi. Te Kavalleria Rustikane ka dhe tipologjia e veprës dhe forma se si është ndërtuar dhe historia për cilën flet është shumë e ndryshme me Gianni Schicchi. Kemi një dramë dhe një tragjedi në veprën e parë, kemi një komedi të zezë në veprën e dytë.